Vizita 2 ditore pune në Bruksel e nënkryetarit e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani ka përplasur partitë rivale shqiptare, ku të parët vlerësojnë lartë këtë vizit, ndërsa nga vlen kritikojnë ashpër. Nga të gjitha bisedat dhe takimet që ka pasur Osmani me përfaqësues të Bashkimit Evropian, nga BDI njoftojnë se dy çështje kanë dominuar, siç kanë përmendur nga partia, shqetësimi serioz për cënimin e marrëveshjes së Ohrit, si shtylla e bashkëjetesës dhe stabilitetit ndëretnik. Osmani alarmoi se po realizohet një plan i përgatitur dhe i organizuar për anulimin e marrëveshjes paqësore, plan që veç më ka rënuar shtyllat kryesore të saj, duke lënë vakum dhe pa parashikueshmëri serioze që lehtë mund të keqpërdoret nga palët të treta, si dhe foli për nevojën urgjente për tejkalimin e bllokadës në procesin e integrimit evropian. Ndërkaq, vlen reagoi ashpër duke pyetur se me çfarë legitimiteti Bujar Osmani flet në emër të shqiptarëve, kur sipas tyre para pak muajsh ka humbur në çajër. Në 22 vite pushtet të BDI-s me LSDM në vëmëron, Bujar Osmani ka kaluar 3700 ditë në ministri, në pushtete në për salonet diplomatike. Aq shumë i është ngjitur karikës, sa është gati ta mbaj peng jo vetëm BDI-n për apetitet e veta, por ta bëj peng edhe gjithë popullin shqiptar për etjen e tij për pushtet. Vlen e quan karikaxhi të përhershëm edhe Blerin Bexhetin, i cili sipas numërimit të tyre ka kaluar plot 5500 ditë në funksione. Nga koalicioni Vlen deklarojnë se BDI në këtë mënyrë po i përkullet të VMRO-DPMNE-se vetëm për të kthyer në qeveri dhe se sipas tyre ata ende ëndërrojnë të kthehet Nikola Gruevski nga Budapeshti dhe bashkë me Mjalkovin të sundojnë edhe një herë.